për të marrë me filmin, regjin dhe dokumentarët, e në minutat në vazhdim do të ndjekim së bashku me Vraninin. Vranin, mirë se erdhe, shumë kënaqësi pas këtu. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Me thonë bashkëdhetari joni, me qenë se ke qenë midis Kosovës edhe disa shteteve tjera, po vjen zor, po gjithsesi mirë se na erdhe prapë në Kosovë. Faleminderit shumë. Unë lëvizi, vi shpesh, udhtoj shpesh. Kështu që edhe punon për Kosovën jashtëzakonisht shumë, kështu që po ja kam dhënë vetit si një farloj detyre, se na këtë punë e bëjmë, kështu që mendoj që kontributi jonë në këtë drejtim duhet shtohet, edhe tjertë, se ka edhe shumë njerëz që jetojnë jashtë dhe bëjnë profesionin tonë të përbashkët, dhe unë mendoj që edhe ata duhet të kthehen dhe të punojnë për këtë vend. Në një formë apo tjetër të kontribuojnë për vend. Gjithkush mund të kontribuon atë mënyrën e vet, por se unë e di se ka shumë njerëz kolegë tonë, profesionit tonë që punojnë jashtë, por nga njëherë mungon edhe iniciativa apo bashkëveprimi jonë. Kështu që shfrytëzoj rastin që t'i ftoj gjithë ata që punojnë dhe të veprojnë për kombin tonë dhe për tokën tonë. Faleminderit që je sot këtu me ne, ndoshta do të kthehemi pak mbrapa në kohë edhe për të kuptuar pak se si ka ardhur deri tek fillimet e studimit këtij drejtimi për të marrë rrugtimin e një regjisori filmi, dokumentarësh, një producent e kështu me radhë, dhe më pas do të kalojmë edhe momentet kur të është dashur patjetër ta lëshosh edhe vendin. Është një rrugtim më të vërtet shumë i gjatë. Tani kur e përmendë ti, vajtën 35 vjet. Dhe ka 35 vjet që bëj këtë profesion në format të ndryshme, në profesionet të ndryshme, por gjithmonë kam qenë prezent në media dhe e kam pasion dhe kontakti i parë që kisha me filmin apo me teatrin, me skenën, me artin, ishte gjimnazi në Pej, Bedri Pejani. Dhe unë së bashku me shokët e shoqet e mia kemi qenë nxënës të drejtimit të kulturologjisë. Një drejtim shumë i rrallë, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë Jugosllavinë e atëhershme. Dhe aty me të vërtet kemi pas profesor shumë të mirë, shumë eminent, që na kanë treguar artin historik botëror. Pra po flasim për nivel ndërkombëtar, ku ne atëherë si adoleshent, paka shumë i kuptojshim gjërat, por nuk e dishim mirë se për çfarë bëhet fjalë. Po me vjet pastaj gjithmonë kthehesh tek baza, sepse baza ishte ajo që na dha neve. E më e rëndësishme për të ndërtuar në karrierë më pas, po. Sepse kjo më ndihmoi shumë pastaj në karrierë, sepse e kisha edhe se nuk kisha udhëtuar shumë jashtë shtetit atëherë, e kisha paka shumë parasysh se çfarë ishte duke ndodhur atje, sepse ishte më vërtet një drejtim shumë i mirë. Dhe në ato momente kur filluat gjimnazin, ç'a ndodhi? Pastaj kur fillova gjimnazin, përfundova gjimnazin, atëherë filluan tradhzirat në Kosovë, atëherë Serbia okupoi Kosovën dhe vendosi një apartheid ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe ushtroi një dhunë të paparë. Dhe për shkak të konflikteve që ishin atëherë, luftat e ndryshme, atëherë unë u detyrova si dhe gjithë shumë të tjerë që të largohemi nga këtu. Sa vjeç ke qenë në atë kohë? Po unë erdha edhe në Prishtinë në vitin 1990, nëse nuk gaboj, dhe u regjistrova, isha në fakultetin juridik. Dhe mbarova vitin e parë. Pastaj në 91 më duket, nëse nuk gaboj, në 91 pastaj u detyrova që të largohem nga këtu. Dhe përfundova në Rom. Në Rom ka një histori tjetër, apo jo? Dhe ndërlidhet jashtëzakonisht me ndërtimin tënd profesional ndër vite. Unë, sikur të thash edhe më herët, ne derisa ishim në gjimnaz kishim edhe kontakt me RTP-n atëhershme, sepse vinim dhe bënim praktike këtu. Dhe kisha pak shumë kisha pak njohuri se si funksionon televizioni apo filmi. Po kur shkova atje shkova te daja im, i cili është regjisori i minjor shqiptar Gjon Kondrekaj, dhe ai punonte në Rai atëherë. Dhe aty më afroi dhe fillova në montazh, të punoj me njerëz më të vërtet shumë profesionistë, të cilët i kishin gjitha ato pajisje moderne, se ne nuk i kishim këtu. Dhe aty e pash se sa profesional janë ata dhe çfarë gjëra të mira i bëjshin ata. Sepse po flasin për produksione të nivelit shumë të lartë. Edhe unë aty pata fatin dhe që thoj nuk jo, vota zanatin, po e mësova zanatin aty. Po. Ca vite e kaluan në Rom, në Itali? Aty kam qëndruar 3 vjetë e gjysë. 3 vjetë e gjysë. Dhe po besoj që ke mësuar jashtëzakonisht shumë gjatë atyre viteve. Përmende pak më herët që jo më vjedh, po me mësu një zanat, i cili më pas të ka qelë dyrë edhe në vende tjera. Po, sepse më të vërtet
për të mësuar zanatin aty, me ata njerëz sepse bëhet fjalë për produksione të cilat ishin top 10 në gjithë Italinë. Dhe ajo mu më ndihmoi shumë sepse pastaj kur vazhdova në karrierën time e kisha gjithat profesionalizëm dhe gjithat njohuri të cilin e përfitova nga ata. Dhe tash më kujtu një gjë, më kujtohet sepse tash unë isha i ri atëherë dhe por një gjë që më befasu me ta ka qenë se sa bashkëpunues kanë qenë, se sa ma ofronin ndihmën e tyre. Nuk e di tani, mos i kam futur në gjynaune sepse vija nga një vend ku kishte luftë apo trazira ato këto, por më të vërtet kanë qenë shumë bashkëpunues dhe më kanë ofruar dhe një respekt të jashtëzakonshëm. Kanë qenë të hapur në këtë rast edhe për të pranuar edhe të ndihmu padyshim në ngritje. Me të vërtet shumë. Dhe nga njëherë din se tani kanë kaluar 30 e sa vjet, nga njëherë akoma njeriu mendon për ata njerëz dhe unë gjithmonë mundohem që kolegëve të ri t'ju ofroj atë mbështetje që ma kanë ofruar ata mu. Pas ka ndërtu edhe një tjetër veti të kjo, pikrisht këto 3 vite në Itali. Po, vetia bashkëpunimit. Profesional është më të vërtet një gjë që e marrë me veti dhe gjithë kolegë që kanë bashkëpunu me mu, e din se sa bashkëpunus jam. Është e rëndësishme për të ndërtu marrëdhënie që të jenë afatgjata, por edhe njëkohësisht frytdhënëse. Sepse kjo është një punë ekipore. Ti e din edhe vetë, ju punoni këtu gjithë së bashku. Nuk bëhet i vetëm, po shumë e vërtet. Dhe gjithë kush e ka atë profesionin e vetë dhe çdo njeri duhet ta respekton profesionin e tjetrit dhe të jetë shumë bashkëpunues. Për ndryshe dështojmë. Nuk funksionon shumë e vërtet. Si të lidhi apo çfarë të lidhi më pas me Suedin? Unë e përmenda në fillim që ke bërë lëvizje goxha interesante gjatë këtyre 35 viteve, por çfarë ndodhi? Si arritët deri në Suedi? Ne ishim në një emision me televizionin italian, ishim në Norvegji dhe aty bëm një emision dhe Skandinavin kisha qëndruar asnjëherë në Skandinavi. Dhe më pëlqej shumë vendi, më pëlqejnë shumë njerëzit. Po. Dhe pastaj vendosa që të shkoj atje. Dhe fillimisht, tani unë e gjuhën suedishte nuk e disha në atë kohë, por e disha anglishtën dhe italishten. Dhe përfundova me një shkollë të mesme, ku ju jepsha mësim nxënësve të drejtimit artistik, si thojnë ata. Po. Dhe më kujtu prapë gjithmonë koha gjimnazit, kur unë isha nxënës i gjimnazit dhe atë njohuri teme ja u shpreha atyre. Dhe pastaj nga dal, u specializova në drama ditore, atje, dhe aty pastaj komponuar një kohë gjatë, kam prodhuar shumë seriale, sepse u profesionalizova vetëm në atë pjesë, dhe njëkohësisht edhe u regjistrova në fakultet në shkencat e filmit, dhe paralelisht edhe studioja dhe punoja. Të dyat njëkohësisht. Unë e thashë që në fillim, nga Italia, Suedia nuk ja ke lënë edhe pa u kthyer edhe në Kosovë disa vite. Kohë pas kohë e ke qenë pjesë edhe e krijimit të institucioneve, të cilat vazhdojnë të jenë prezente, por edhe në disa pika më interesante, po themi edhe ndoshta shumë të rëndësishme për vendin tonë. Po, është shumë e vërtet. Me njerë pas luftës, unë jam kthyer në Kosovë dhe jam aktivizuar drejt për drejt me njëherë në televizionin e Kohavizionit. Dhe aty pastaj kemi filluar nga e para. U ktheve për të qëndruar në Kosovë apo thjesht një eksperiencë e ri? Jo, unë kisha ëndrrën që të kthena në Kosovë sepse kisha ikur pa dëshirën time. Sepse është një dallim kur të ik njeriu me dëshirë dhe kur ik njeriu nëse detyrohet. Pra ne gjithë ishim detyruar të ikim. Po. Dhe pastaj fillova këtu, nga Kohavizioni kalova në radio televizionin e Dugazinit në Pej, dhe pas kësaj eksperiencë televizive ju ktheva si thonë shtet ndërtimit. Dhe u punësova në Bashkimin Evropian këtu në Prishtinë, dhe aty kam punuar si bashkëdrejtor për edukim dhe informim publik për 2 vite. Pra po bëm fjalë për vitin 2001-2023, derisa ishin institucionet e pavarura duke u formuar. Nga kjo pjesë, keni lënë prapë Kosovën. Dhe kjo ka ardhur për shkak të krijimit të familjes, apo jo? Po, pastaj krijova familje dhe e vlerësova që ndoshta është pak, sepse isha prind i ri. Kushtet në atë kohë në Kosovë nuk është se kanë qenë edhe më të mirat apo siç janë tani. Po, atëherë ka qenë pak. Apo dal nga lufta me gjitha ato problemet e veta, është më se normale të ketë marrë dikush një vendim të tillë. Shumë e vërtet, pastaj së bashku me menuesen tim me Violetën, atëherë vendosëm që të shkojmë prapë në Suedi, sepse lindi Marini lindi këtu, dhe u kthyem atje dhe sepse dhe ne ishim prind të ri, nuk dinin se si të veprojmë. Po. Dhe u kthyem atje, unë paralelisht vazhdoja që të punoj
edhe në televizion, në media, por vazhdoja që të kontribuoja edhe në Kosovë, në mënyra të ndryshme. Deri sa ardhë pavarësia. Deri sa ardhë pavarësia dhe pikërisht këto dua të diskutoj këtë pjesë. Keni bërë pjesë edhe në këtë pikë historike, një pikë kthese për vendin tonë. Është një gjë që më bën shumë krenar, sepse unë erdha para pavarësisë së Kosovës dhe punova këtu, kom punuar në protokoll të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kam qenë aty gjatë shpalljes së pavarësisë dhe pas shpalljes së pavarësisë. Dhe më të vërtet është një ndjenjë shumë e madhe sepse nga gjitha ato peripetit të cilat i kam kaluar unë, mu duk që tash kjo është ajo kurora e gjithë shkafit, sepse një ëndër e bërë realitet për gjithë shqiptarët, për gjithë ata që kanë luftu, për ne, për gjithë. Për gjithë, sepse më të vërtet kemi vuajtur shumë, kemi vuajtur me gjenerata, kemi vuajtur, më të vërtet nuk e di a ka vujt në një popull më shumë se sa ne. Dhe pastaj për të ardhur këtu dhe për të hapur kontributin tim modest në një lamit të caktuar dhe për të gjendur në këtë ambient rreth pavarësisë, më të vërtet jam shumë krenar. Çfarë ndodhi më pas? Gjatë gjithë kohës ke qenë poshtë lart, po e themi kështu në këtë gjuhën e popullit, duke bërë punë nga më të ndryshmet, por në një moment je fokusuar te dokumentarët dhe vazhdon të jesh pjesë e të krijuarit pikërisht dokumentar të ndryshëm. Kryesisht me temat që prekin ndoshta tema sociale, por që lidhen me shqiptarët në përgjithësi. Unë më thot një herë një kolegë suedez, më thot vranin, thot filmat e tu, thot kanë bëjnë vetëm me shqiptarë, thot pse nuk bën filma dhe tjerë. Edhe unë i thash, ju, suedez të keni mjaft regjisor, thash, ju vazhdoni të punoni, thash për kombin e ju, thash, unë, thash... Për kontributin tim. Unë për kontributin tim, atë sa mundem në këtë lami. Dhe vazhdoja unë akoma, edhe gjatë pasi që përfundoj pavarësia, procesi pavarësisë Kosovës, unë u ktheva prapë në Suedi dhe vazhdoja atje të punoja me produksionet të ndryshme italiane. Dhe 2016, kur Shqipëria u kualifikua në kampionatin evropian në Francë, atëherë zbashku me disa shokë të mi, sepse isha antari, edhe jam antari i flakti i kuqezive, vendosa ta bëj një film dokumentar për tifozin. Sepse sikur se thashun në filmin e kom studiuar, dhe ka shumë pak filma për tifoz të futbollit. Është një anglez, po është shumë i dhunshëm, kemi një italian, edhe është i dhunshëm sepse bëhet fjalë konfliktet mes policisë dhe tifozëve, dhe ky tifoz i on, i cili është një gjakovar me priardhje, jeton në Suedi, punon në policinë suedeze, ai është karakteri i tifozit. Një tifoz paqësor. Dhe me vërtet është një film kogja interesant, tani më historik sepse 2016 nuk kthehet më. Dhe aty vendosja që të merrem vetëm me filma dokumentar. Nga ai moment. Nga ai moment. Dhe nuk e ke lënë, gjithmonë ke vazhduar dhe vazhdon që po themi që në qendër të këtyre dokumentarëve, të këtyre filmave dokumentar të jenë shqiptare, të jenë forma ndryshme të kulturave shqiptare. Po, ky është kontributi jem në këtë lami që unë mi adhuru popullit. Dhe kjo është më e mira në fund të ditës me kulturë, sport, nifët se çfarë është një vend, nifët se kush është një vend, kështu portretizohet dhe krijohet përshtypja më e mirë për një vend. Është shumë e vërtet sepse janë sportistët, janë këngëtarët, arti që na bën neve të njohur në botë. Dhe pastaj në këtë ECA-kën time aty kam vazhduar që të vazhdoj edhe me sport, me dokumentar të llojeve të ndryshme. Po. Përveç tifozit, cilë dokumentar tjerë do doja t'i ndoja me ne që ke qenë ndoshta edhe që kanë pasur edhe sukses edhe në për festivale dhe kanë qenë të transmituar edhe në për vende ku nuk ka shqiptara, në funditës kanë marrë vlerësime të mëdha edhe nga antarë të ndryshme, festivale të ndryshme botërore. Më kujtohet Toka Jon, është një film dokumentar që kam bërë në jug të Shqipërisë, konkretisht në Sarand, dhe është një film shumë i bukur. Dhe ai film i ka fituar disa çmime në një festival të filmit në Teheran, në Iran. Sepse gjithë filmat e mi unë i titroj në anglisht. Po. Kështu që edhe tjertë do të kenë qasën e këto filma. Audienca internacionale kështu po e quajmë, po e cilësojmë. Sepse ne filmat nuk guxojmë t'i bëjmë vetëm për vete.
por duhet ju tregojmë edhe opinionit botëror se kush jemi ne dhe çfarë përfaqësojmë. Dhe ne kemi çfarë për të treguar. Ta marr një shembull, filmin dokumentar për drejton Toni Kukën, një personazh i cili ka sjell kombit ton shumë gjëra të bukura. Ka bërë histori. Ka shkruar historinë tonë sportive. Çfarë suksesi dhe çfarë të gëzon më shumë ti nga gjitha përshtypjet, komentet që mund të kesh marrë nga gjitha këto filma dokumentar që janë transmetuar edhe po e përmendi prapë në për shumë vende të ndryshme të botës. Unë dua t'i përmend Arbresht, edhe Arbresht e Sicilisë dhe Arbresht e Kalabrisë. Pastaj duhet t'i përmendi është profesori Zevski Rodi Maggio, është një profesor arbrisht nga Sicilia, i cili ka shkruar libra në arbrisht dhe poezi në arbrisht. Pastaj kemi gazetarin nga Saranda, Thomanika, një gazetar me një përvojë 50 vjeçare, i cili vazhdon edhe sot të prodhon kronika ditore për të shën. Dhe këto karaktere i shërbejnë kombit ton, njëkohësisht është edhe një farloj si të thëmë, një farloj konfirmimi i asaj se kush jemi ne. Sepse përmes këtyre karaktereve, përmes këtyre temave që i përzgjedhi unë, atëherë unë mendoj që edhe populli jonë do ta ketë një beneficion nga këta, sepse ne akoma nuk e njohim historinë tonë si duhet. Shumë e vërtet. Gjithsesi, nga gjitha këto eksperienca që ke patur edhe në vende të tjera, zakonisht kur të udhtojmë dhe kemi ndëgjuar edhe nga shoqëria jonë, sa herë që kanë udhtuar, kanë pasur një konfrontim, po themi, nga njerëzit që janë njoftuar në shtete ndryshme, shumë për tyre kanë një mendim jo shumë të mirë për Kosovën, shumë për tyre nuk e dinë se ku është Kosova, e kështu me radhë. Si e gjendur ti në për gjitha këto eksperienca që ke patur, në për gjitha këto takime, në për gjitha këto marrëdhënie që ke ndërtuar në për vende ndryshme të botës, dhe çfarë mendimi kanë patur dhe tani çfarë kanë pikërisht për Kosovën? Është një temë shumë interesante dhe shumë delikate, sepse armiqtë tonë shekullor lobojnë dhe vazhdojnë ta qesin Kosovën në një tjetër sy, në një të vërtet që në fakt nuk është ashtu siç na portretizon. Ata kanë punuar shumë, kanë investuar shumë dhe po. vazhdojnë të investojnë shumë, sepse kanë propagandën antishqiptare shumë të fortë. Po. Por, për fat keq, deri me sot nuk ju ka hecur ajo, sepse kanë dështuar në gjithë alamit. Dhe për të kthyer te pyetja jote është se në fillim ne kemi pas një farloj hezitimi, sepse nuk kemi dalur, nuk kemi lëvizur, nuk kemi qarkulluar. Dhe pastaj kemi pas edhe barriera gjysore. Fati im ka qenë se unë anglishtën e kom ditë që nga fillimi. Dhe gjuha është një farloj mjeti i cili e tregon edhe ndërton edhe lidhje, ndërton edhe ura mes njerëzve. Dhe besom që nganjëherë ka pas raste kur jam konfrontuar edhe me njerëz që vinin nga këto shtetet përreth që i kemi ne, që nuk na dojnë të mirën, por unë nuk jam marrë shumë me ta. Kam kështu drejtimin tim, sepse unë besoj që populli jon, edhe është e vërtet që populli jon i ka virtytet e veta, dhe ata mund të vazhdojnë me propagandën e tyre të pasuksesshme. Dhe për mua është një privilegj edhe më madhe, sepse unë këtë mënyrë edhe i demantoj ata. Se duke i dokumentuar të gjërat tona, kaq të bukura që i kemi ne, atëherë propaganda atyre bjen poshtë. Bjen poshtë, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Gjithsesi, të është dashur shpesh të tregosh në një farë mënyrë apo ta shpjegosh se ku ndodhet Kosova apo diçka e tillë? Po, natyrisht ajo është një gjë që e bëjmë gjithmonë, sepse unë kudo që të shkoj, unë e tregoj që jam shqiptar dhe shqiptar edhe nga Kosova pastaj e shtoj, kur më pyesin më shumë, sepse unë për vete e konsideroj që jem një komb. Jem një komb, dhe jemi një komb, dhe herdo kur këto teritoret tona që na i kanë marrë do të rikthehen në Shqipërinë etnike. Pra, për mu është privilegj, është një gjë shumë e bukur që unë jem shqiptar dhe nuk e kam mohuar asnjëherë dhe vazhdoj ta tregoj të vërtetën. Jo vetëm përmes filmit, por gjithsesi edhe përmes marrëdhënieve që i përmendëm pak më herët që vazhdoni të krijoni edhe të jeni pjesë një farë forme e artit filmik në përgjithësi kinematografisë botërore. Të japi vetëm një shembull. Vjetë në prill ishim në Göteborg në një kinema ku e shfaqim një film për Arbresht. Dhe gjithë salla ishte stërmbushur me suedez. Dhe tani, kur ne nuk e dim se kanë ekzistuar Arbresht e Sicilisë,
pra një pjesë e kombit ton, atëre ku mund të adinë suedest për ta? Suedest, po. Dhe u befasun shumë, do të shkojmë, do t'i vizitojmë, faleminderit që na sollën një risi, sepse më të vërtet ata i vlerësojnë të gjëra. Dhe kultura jonë etnografike është ta që pasur, sa që më të vërtet shpresoj që edhe kolegët tanë do të zgjohen pak nga zgjumi dhe do të fillojnë të punojnë pak më shumë në këtë drejtim. Sepse ka gjëra të bukura këtu. Kush janë kolegët tanë? Kolegët tanë regjisorët, producentat, njerëz që merren me film, me kulturë, me art, sepse ne duhet të nxjerrim. Po i shet të fjetur? Është pak këtu kemi shumë gjëra të mira për t'i treguar. Dhe ne akoma nuk e kemi treguar historinë tonë, nuk ja kemi treguar vetvetes. Dhe kjo pak më shqetëson. Është e dhimbshme, po. Më shqetëson. Për shembull, filmi i fundit, Koli Dromenon, piktorin ton, të cilin e kam realizuar tani, aja tregon një lidhje shumë të fortë mes Shkodrës dhe Pejës, që shumë pak njerëz e dinë. E din, po. Bilibili dhe familjarët e tyre nuk e kanë ditur lidhjen e sakt familjare brenda në familje. Dhe për mu, për t'i zbuluar të gjëra, më të vërtet është si një lloj zbulimi shërues për ta. Një histori e bukur, padyshim që duhet të përcillet të gjeneratat e reja dhe jo vetëm, të ruhet, të jetë pjesë e trashëgimisë tonë. Unë gjithmonë thëmë se pa e njoftë ne vetveten nuk mund t'i njofim tjertë, apo nuk mund të presim nga tjerë që t'na kuptojnë ne. Që t'na kuptojnë edhe t'na njohin ne, shumë e vërtet. Natyrisht që rrethonat që kanë ndodhur këtu, rrethonat historike kanë ndikuar ato, por tani është koha që t'i kthehemi vetvetes, dhe të merremi me vetveten. Po. Ta bëj një pyetje tani sa i përket Kosovës dhe kinematografisë, bërjes së filmit brenda vendit. Si po e sheh në përgjithësi me gjitha këto problematikat e veta që mund t'i kete, sidomos me përkrajen institucionale që shpesh shumë kolegë që i përmende, nuk është se e vlerësojnë si të duhur, si të denjë, tamam për të arsyetuar gjithat dëshirë, gjithat mundësi për filmbërje. Unë, si profesionalist i filmit, i shoh gjërat kështu. Kosova i ka 1,5 milion banor, përafërsisht. Dhe ne jemi një vend shumë i vogël. Por, nëse e krahasojmë me Shqipërinë, në ish sistemin komunist, sepse unë kam magjistruar në temën në Suedi, në Universitetin e Göteborgut, për filmin shqiptar. Dhe atëherë Shqipëria i ka pas 3 milion banor. Dhe i kanë prodhuar afër 720 filma gjatë, po flasim për një periudhë 20 vjeçare. Pra 700 kusur filma janë më të vërtet shumë për një vend të vogël. Me këtë po duam të thënë që ka hapësirë edhe për një popull të vogël, e ka një dashuri, në fund ditës një dashuri, një pasion, një dëshirë për të punu filma. Kjo është më e rëndësishme. Spari duhet pasioni. Pastaj vjen zanati, se po nuk lidhen, se këto dy gjëra lidhen njëra me tjetrën. Dhe jemi 1,5 milion banor këtu, e kemi një buxhet goxha të mirë, por ka brishtësi në prodhime. Po flasim për prodhime kualitative. Ne nuk mund pretendojmë që do të fitojmë Oscarin në Hollywood, sepse më të vërtet jemi një popull shumë i vogël. Edhe nëse bëhemi bashkë gjithë, prap si prap, ka njerëz të talentuar, ka njerëz të cilët dëshirojnë që të nxjerrin në pah më të mirën e tyre, por institucionet dhe artistët duhet të gjenë një gjuhë të përbashkët dhe të fillojnë të komunikojnë një herë për gjithmonë për mirën e kombit. Sepse këtu ka njerëz, të cilët unë personalisht njoh shumë njerëz këtu, kolegë tanë, profesionista, që më të vërtet mujnë mushty me këndo në Hollywood. Por se ju mungon përkraja institucionale. Pra ajo përkraja zyrtare. Sepse filmi kushton. Kushton, jashtëzakonisht, po. Kushton. Dhe pastaj nëse ti pretendon që ke një kulturë të caktuar, atëherë duhet me investu. Duhet me investu në gjërat e duhura. Shumë e vërtet. Sepse kemi njerëz. Nuk është se nuk kemi njerëz. Kemi njerëz. Po. Por këta njerëz duhet t'i nxjerrim dhe t'i zgjojmë, t'i zbulojmë ata. Dhe ka njerëz të cilët me të vërtet e adhurojnë filmin, e bëjnë me pasion dhe dëshirojnë kontribojnë këtë lami. Por është sistemi, sipas mendimit tim, i cili pak a shumë ka ngecur. E përmendet çmimin Oscar dhe kemi qenë goxha si afër me një nominim para disa viteve me filmin Shok, i cili na ka, po themi, na ka befasuar gjithë dhe po njëkohësisht edhe na ka gëzuar në një farë forme. Ani pse kemi zgjuar dhe kemi bërë goxha pluhur sa i përket tek kojshit tanë armiq.
Unë thëmë kështu, çdo publicitet, çdo reklam për kombin ton është i mirëseardhur. Çdo konkurim është i mirëseardhur. Çdo pjesëmarrje në festivalet filmit është i mirëseardhur, sepse unë pak a shumë i ndjeki këto festivalet e filmit dhe kemi edhe një festival të filmit shumë të madh, është një nga më të mëdhenjt në Skandinavi, ku edhe unë jep një kontribut aty dhe sa që të vjen ndonjë film shqipfolës, atëherë ne gjithë gëzohem, gjithë komuniteti gëzohet dhe gjithë shkojnë i blejnë biletat me një herë aty për ta parë atë. Pra është një krenari kur e shohim emrin ton në katalogun e festivaleve të filmit. Por gjithmonë duhet kemi madhe padyshim. Por gjithmonë duhet kemi parasysh që duhet të investojmë më shumë. Sepse është profesioni kushtueshëm. Shumë e vërtet dhe këtë nuk është siç duket duke e bërë në mënyrën më të mirë të mundshme secila qeveri që po vjen, sepse kjo normalisht lidhet me politikën e vendit, padyshim, nuk është siç duket tu e qit në prioriteta, duke e kuptuar shumë mirë që e thash edhe pak më herët përmes artit, përmes kulturës, përmes sportit, që duhet patjetër të jenë ndoshta prioritet për të investuar si pasqyra më e mirë e shtetit. Në fund të ditës, pas gjitha këtyre sukseseve në përbot, siç duket, prapë se prapë nuk po e vlerësojnë mjaftueshëm për të ndarë buxhet më të madh, për të investuar në farë forme pikërisht në artin dhe kulturën shqiptare. Unë kam pas fatin, sepse më njëherë pas luftës, po flasim 2001-2002, kur në themeluar institucionet e para, atëherë kemi pas Ministria e Kulturës, ka pas shumë ministra këtu. Dhe ka pas të qeverive të ndryshme, të partive politikëve të ndryshme. Por sistemi, po flas për sistemi. Pra, ky sistem nga 2002 dhe deri me sot nuk është funksional. Pse nuk është funksional? Atëherë duhet të flasim pak më thellë për këtë. Ma gjëra, po. Sepse ka ngecjen e sistem. Filmin e Skënderbeut e kanë bërë rusët. Aktori kryesor i cili lun Skënderbeun është me priardhin nga Gjorgja, nga Bashkimi Sovjetik atër. Ne nuk e kemi sot një film artistik që është autentik shqiptar. Për Adem Jasharin, për familjen e tij, për sakrificat që e kanë zgju këtë komb nga gjumi. Nuk kemi film për Nën Terezën. Pra, shifni se ka një farë lloj ngecje në sistem. Ndoshta është edhe mungesë guximi nga regjisorët të marrin temat të tilla, të cilat në një farë forme përveç forcës që mund të tregojnë për vendin tonë, përveç fuqisë, ka një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe për ta realizuar. Natyrisht përgjegjësia i takon regjisorit, por njëkohësisht besom që mund me ta hiq kurreshtjen, shumë ministra të kulturës në Kosovë janë të informuar për filmin për Nën Tereze, i cili është duke u pritur, skenari është gati, i cili është duke u pritur me realizu. Tash kanë filluar të ndryshojnë pak gjërat, por akoma jemi në këtë fazë. Pra ne nuk kemi film shqiptar për Nën Terezën. Kjo është, se thojnë, rezultati. Po. E përmendet edhe të madhin herojnë tonë Adem Jashari. Do ta kishit bërë një film të tillë? Me qëtë dëshirë. Edhe me njerëz që njohën këtu, me njerëz që bashkëpunojmë me ta me kolegë tonë, besom që do ta kishim realizuar në mënyrë perfekte. Do të ishte një mrekulli në vete që vendi jonë ta gëzoj një film të tillë dhe normalisht që ai film të marrë edhe po themi të udhtoj edhe në vende tjera të botës, që gjithë bota të kuptoj për kontributin që ai ka bërë për vendin tonë. Sakrifica e familjes Jashari është skenar në veti. Ka vlerën e vetë, të pamohueshme. Kështu që ne vetëm duhet ta vizualizojmë atë ngjarje dhe të japim atë ngjyrën artistike sepse këtë punë e bëjmë ne. Nuk shoh ndonjë vështirësi për ta bërë ato. Sa i përket aspektit teknik. Nuk shoh. Thjesht mungon ndoshta një bashkim i forcave, kështu po e konsideroj. Unë nganjëherë mendoj se si është e mundur që ne akoma vazhdojmë të diskutojmë për këtë punë. Sepse nuk kemi asgjë konkrete. Ka ngaluar 25-26 vite, po bën, tani edhe ndoshta është koha pikërisht që ta kemi një film të tillë, ta gëzojmë një film të tillë. Koha duhet vjen sa më shpejt. Ky projekt duhet zhvillohet sa më shpejt. Sepse me të vërtetë kemi figura kombëtare të cilat i njeh gjithë bota. Kemi Nën Terezën e cila ka fituar çmimin Nobel, e cila është nëna e gjithë botës. Qëllon që të jetë nëna shqiptare. Nën shqiptare shumë. Dhe shkojnë tjerë. E shumë pak e din në fakt nëpër botë që ka origjinë shqiptare. Po, sepse armiqtë tanë kanë punuar shumë. Edhe tash vitin e fundit është, apo këtë vit është realizuar një film nga Maqedonët.
Po, pra. për Nën Terezën, Po. i cili është duke u shfaqur në gjitha festivalet e filmit. Festivalet botërore. Për të ardhur keq. Është me të vërtetë shumë për të ardhur keq. Për të ardhur keq. Cilat janë planet për të ardhmen, Branin? Trego pak çfarë ke në plan për këto vite të ardhshme. Jemi në fund të vitit edhe po e lëm këtë vit gjithmonë për të fokusuar tek të reja, tek ato që do të vinë me vitin e ri. Plani për vitin e ardhshëm është që ta bëjmë një bashkëpunim me Rajin Italian, që të vim ta bëjmë një seri dokumentarësh në Shqipëri dhe në Kosovë. Po. Dhe pastaj do të përqendrohemi tek filmi për Nën Terezën. E përmendet që skenari veç është gati. Skenari është gati që 15 vjet. Që 15 vite. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 15 vite? Po jo, po do të bëhet, po shofi, po do të jap gjithë mbështetjen time. Këtu kemi ngecur. Nga kush? Po nga institucione, sepse ato janë në fundit ato janë përgjegjëse. Ato janë përgjegjëse dhe normalisht ato janë mbështetjet më të madh për edhe më herët për të kriju mbështetjen institucionale. Po. Sepse ajo na mungon neve. Është mbështetja institucionale. Po. Nuk është gjithçka të paraja, sepse parat gjithë. Po të mërzit kjo situatë, 15 vite me qenë një skenar dhe me pluhuri, po e quaj kështu, është një frustrim, janë një mërzi, një dëshprim për punën ndër vite që po bëjnë. Besom që ekziston një frustrim kogja i madh, por duhet mos ta humbim durimin, sepse nganjëherë gjërat e mira vinë edhe ngadal. Po. Por filmi do të bëhet. Kaq mund të them. Me këmbë ngulësi pa tjetër që edhe do të bëhet. Trego pak për vështirësitë e këtij lloji profesionit. Për gjithë ata që po na shohin, ndoshta edhe mund të inspirojnë pak edhe të futen në këtë fushë, në këtë industri të filmit. Unë them kështu, nuk ka pengesa. Po. Veç adon. Vetëm adon. Po. Kushton, natyrisht. Po. Por gjithmonë del dikush i cili të mbështet të përkrah, edhe moralisht, edhe financiarisht. Por nuk ka pengesa. Mjafton që ta kesh një kamerë, edhe një mikrofon, dhe ta kesh fantazinë. Patjetër. Sepse nuk duhet gjithçka të kushton shumë. Sa kushton një veturë luksoze sot? Po. Ja, aty e ke përgjigjen. Përafërsisht, po. Përafërsisht. Apo ndoshta edhe një veturë e përdoruar. Pra nuk bëhet fjalë për një shumë të madhe. Po. Por gjithmonë bashkëpunim me njëri tjetrin, duke e përkrahur njëri tjetrin, mbështetja nuk është gjithmonë të thënë që duhet të jetë financiare, sepse njeriu edhe me vendosjen e mikrofonit ta ofron një mbështetje. Sepse unë e kam një ekip shumë të mirë, të cilët më ndihmojnë vullnetarisht, dua ta ceki këtë, sepse besojnë ideat e mia, sepse unë këto filma nuk i bëj vetë. Ka edhe tjerë. E tha më herët, asgjë në këtë botë nuk bëhet vetëm, nuk është e pamundur, kështu që për atë arsye, shoqër që i kam edhe kolegët tonë të përbashkët, të cilët e ofrojnë mbështetjen e tyre në lami të ndryshme. Po mirë shumë, ne diskutuam edhe planet, po më intereson shumë di se në këto planet e të ardhmes ka diçka që ndërlidhet me Kosovën, do të kemi më shpesh këndejka Kosova? Po, do të kemi edhe në Kosovë do të kemi gjëra të bukura, sikur se e ceka më herët, bashkëpunimi që do të jetë me Rajin, do të shtrihet edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, kështu që do ta mbulojmë këtë zonë. Territorin. Tematikën? Nuk mund ta them. Është ende për të zbuluara, por do të Por do ta zbulojmë shumë shpejt. Sepse janë disa gjëra administrative që duhet të rregullohen. Nuk do të futemi tek ajo pjesë, do t'i lëmë edhe për një herë tjetër, për ndonjë bisedë tjetër. Por do ta mbulojmë gjithë Shqipërinë dhe Kosovën. Momentet më të bukura të profesionit, për të mos i diskutuar ato më të këqija, sepse në jetë kemi sfida, batica, sfida nga më të ndryshmet, ne po i diskutojmë sa të më të mirat. Jemi në fund vitit edhe të mbushemi me pozitivitet. Janë kontaktet me njerëz. Po. Dhe gjërat të cilat i mëson njëri gjatë procesit punës. Këto janë diçka që më të vërtet nuk mund të blihen as me para, sepse ti takon njerëz të ndryshëm, dëgjon historia të ndryshme. Po gjithsesi duhet të ketë patur ndonjë moment caktuar, ndonjë moment me ndonjë person që të ka lënë përshtypje, e kujton ndoshta edhe gjithmonë e përmend kur takohesh me njerëz të ri. Nga këto karakteret mund ta përmendi drejton Toni Kukën. Po. I cili është një karakter shumë interesant. Edhe kur e kam bërë filmin dokumentar për të, e kam zbuluar një njeri i cili brendësia e tij më të vërtetë është mahnicë. Si shembull e mora. Pasi që ne ka sjell 5 medalje olimpike gjithë kombit tonë.
Edhe vazhdon të na sjell. Do të vazhdon Kjo është më e mira. Do të vazhdon të na sjell. Po. Kështu që ja, kjo mund të jetë pozitive. Ka të shumë gjëra pozitive, po e përzodha. Po me ndonjë nga bota ndërkombëtare e filmit, po themi, në ndonjë festival, diçka që ke mësuar, diçka që ke marrë nga ndonjë kontakt, ndonjë takim? Unë edhe sot, akoma, edhe pas sa vajten tani 35 vjetë, unë akoma edhe sot mësoj gjëra të reja. Po. Sepse Njeriu për këtë në fund ditës jeton, për të mësuar sa më shumë. Sepse fantazia nuk ka kufi në këtë profesionin tonë. Dhe nga njëherë, kur kontakton me njerëz, se tash për shembull, se unë i shoh pak në gjërat pak në mënyrë kështu shkencore. Merri për shembull kolegë tanë që punojnë në televizionet suedeze. Po. Ata janë shumë strikt. Dhe janë shumë përpikt. Por ajo pjesa artistike atyre ju mungon. Në anën tjetër kemi italian, të cilët prodhojnë gjëra shumë të bukura. Nuk janë ndoshta të përpikt si suedezët, por e kanë atë cilin e tyre, i cili është shumë tërheqës. Po. Dhe akoma sot befasora se çfarë zbulime bëjnë njerëz në profesionin tonë. Po. Kështu që këtu nuk ka kufi. Dhe çdo bisedë, edhe këtë bisedën që po e bëjmë ne këtu sot, për mua është një kënaqësi sepse mësoj gjëra të reja. Sepse duke mi bërë të i pyetje, unë e filloj të mendoj për gjërat të cilat nuk as që kam menduar për to. Edhe kanë rënë, po. Jemi të minutat e fundit, gjithsesi me qenë se midis gjithë udhëtimet e tua në përbot, midis Suedis, Italis, Kosovës, e përmendëm pak më herët që vjen shpesh në Kosovë, po kur je jashtë vendit, për çfarë të merr malli më shumë ti për këtë Kosovën tonë? Tani unë e kam familjen e Pej, e kam mamin aty dhe e kam vllahun dhe familjen e tij dhe djemt e vllahut, pastaj e kemi edhe nga ana gruase kemi familjen këtu. Kështu që merr malli për njerëz. Njerëz janë ata që gjithmonë na mbushin zemrat edhe na e shtojnë mallin për më shumë. Shumë e vërtet. Pastaj kemi fisin këtu, kemi njerëz tonë, kemi kolegë që bashkëpunojmë, vazhdojmë të komunikojmë me ta. Por gjithmonë ajo afërsia njerëzore, komunikimi ndërnjerëzor fizik është shumë i rëndësishëm, se telefoni tani edhe këto e bën më të lehtë pak a shumë. Zgjidhjet digjitale këto e shohim njëri tjetrin aty, po është më ndryshe kur ta sheh. Kontakti fizik s'diskutohet. Kur ta sheh njeriu të cilin ke ndarë eksperiencë me të, është një gjë shumë e mirë dhe kjo të përmbush dhe të kënaq. Kjo është ajo që mungon. Këto ditë keni ardhur vetëm për pushime, do të qëndroni gjatë. Si e keni planifikuar? Kësaj radhe kemi ardhur vetëm për pushime sepse insistuan fëmijët që të vinë këtu dhe tham, hajde shkojmë, jam festat, shkojmë të shohim gjëra pozitive, bashkë bisedojmë me juve, me kënaqësinë më të madhe. Disa mendime tona dhe kështu. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që ju pata në studio, zotri Ibranim. Faleminderit për gjitha ato që ndajtet me ne, edhe unë mësova shumë nga ju, njëkohësisht, edhe po shpresoj shumë që të kemi mundësi të takohemi edhe herave tjera, kurdo që filmat e tjerë t'jenë gati. Ju uroj shëndet fillimisht, një vit të mbar për 2026-ën dhe siç e thash pak më herët, do të takohemi herave tjera, pse jo. Shumë faleminderit për ftesën kaq miqësore dhe për pyetjet që i bëre ti. Dhe për mua ishte kënaqësi që të jem këtu dhe ju uroj gjithë kombit ton festa të mbara. Kënaqësi, faleminderit shumë. Kështu, miqtë